Ne kur flasim për kapitullin 23, një prej çështjeve kryesore kuptohet që është fokusi në gjyqësor dhe në këtë kontekst po ashtu në këtë fokus gjyqësorit, në mënyrë specifike është pavarësia e gjyqësorit. Tani, në aspektin e pavarësisë gjyqësorit, nëse flasim në aspektin legjislativ, gjyqësori e ka të garantuar pavarësinë e vet nëpërmjet kushtetutës dhe pastaj edhe ligjeve tjera që janë në fuqi. Megjithatë, pastaj kjo koncepton në veçanti edhe mënyrën në kapitullin 23, në veçanti flitet edhe për çështjen e rekrutimeve dhe avancimeve që përkën për me ngritë llogaridhënien, por edhe për me fuqizu pavarësinë e gjyqësorit në këtë kontekst. Ju e dini që viteve të fundit, madje keni qenë edhe vetë dëshmitar përmes monitorimit të procedurave të rekrutimit që ka bo Këshilli Gjyqësor në veçanti për rekrutimin e gjyqtarëve. Jeni ndjeni që së fundit ndoshta në një periudhë të shkurtë kohore, viteve të fundit janë rekrutuar rreth 200 gjyqtarë. Mund të mos jemi sakt në numër, po është orientimisht rreth 200 gjyqtarë që nënkupton që është vetë sistemi gjyqësor ai që bën rekrutimin në mënyrë të pavarur, përfundon gjitha procedurat, po jo vetëm të procedurat gjyqtare, po edhe në rekrutimin e bashkëpunëtorëve personal, por edhe stafit tjerë mbështetës që në këtë kontekst jep kuptim pavarësisë gjyqësorit. Megjithatë, vlerësoj që në veçanti rekrutimet e gjyqtarëve janë një, si me thonë, sukses në vete në storjen e vetë gjyqësorit edhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës, që besoj që kanë qenë që lidhet pastaj edhe me transparencën, po të njëjtën kohë edhe me llogaridhënien, që kanë qenë procese të mbështetuna në aspektin pozitiv, qoftë nga raportet vendore por edhe ndërkombëtare që kanë monitoru procesin, ku pjesë e monitorimit keni qenë edhe ju, por gjithmonë edhe ULEX, por edhe organizata tjera relevante. Andaj në këtë kontekst vlerësoj që gjyqësori ka një pavarësi dhe po mrin me rujtë pavarësinë që e ka realisht etabluar me kushtetutë dhe me ligj. Zoti Krasniqi, raportet e Bashkimit Evropian theksojnë vazhdimisht mungesën e rezultateve në rastet e pastrimit të parave dhe konfiskimit të pasurisë. Çka janë sfidat kryesore që po i pengojmë prokurorët, në fakt krejt prokurorinë, në këtë drejtim që të ketë rezultate? Kolegu paraprak foli për çështjen e rekrutimit të gjyqtarëve, sfidë ka qenë kjo edhe vitin e kaluar për sistemin prokurorial. Ju e dini, përkundër asaj që vazhdimisht sistemi prokurorial ka pas mungesë buxheti, megjithatë edhe buxhet që kemi pas për rekrutimin e 22 pozita të prokurorëve, 3 nuk i kemi arrit me realizu. Do të thotë, për vitin 2025, derisa sistemi gjyqësor në njërin anë ka shtin sistem dikon rreth 200 gjyqtar, sistemi prokurorial nuk ka arrit për një vit rresht me i rekrutu 22 prokurorë të ri. Sistemi prokurorial ka sfida të mëdha. Sfida të mëdha të cilat realisht kërkojnë angazhim maksimal të Këshillit prokurorial, gjë që nuk po shihet në horizont, le të themi kështu. Këto mungesa e rekrutimit të prokurorëve të ri ka shkaktuar pandej edhe efikasitetin në 7 nivele tjera të sistemit të prokurorive. Pra, çka kemi bërë si sistem, le të themi kështu, jemi harnu. Në mënyrë shumë të keqe ka qenë prokuroria themelore Mitrovicë, krejt çka kemi bërë transfere të jashtëzakonshme për me mbulu nevojat, gjë që si që thash edhe më herët, sistemi prokurorial nuk ka arrit me diskutu ose me po strategji për gjëra më bazike, e leje më për vepra të caktuara penale, me pas me të mendohet një profilizim prokurorëve, trajnime të vazhdueshme me Akademinë e Drejtësisë, e kështu me radhë, janë krejt këtu aktivitete që janë të parapo me planin strategjik, po si që thash, është një plan i mbetur në letër dhe cilën e Këshilli asnjëherë nuk e ka diskutuar. Pra, mbetet shumë punë për të bërë. Kjo përbërje e re e Këshillit, tani ky reduktim nga 13 anëtar në 7 anëtar, duhet punë ditë dhe natë me i kompenzu kohën e humbur që kemi bërë, sidomos për këto një vit e gjys. Prandaj unë shpresoj shumë që dalim sa më shpejt për kësaj blokade, sepse vërtet sistemin e kemi lënë në gjendje të keqe. Kjo gjendje e keqe e Këshillit prokurorial ka reflektuar në nivel të prokurorive, ka humbur edhe disponimi, ka humbur edhe klima, fryma bashkëpunimit e shumë gjëra tjera të cilat domosdoshmërisht reflektojnë në gjitha nivelet. Pse po pengohet ky proces i reformës?
çka është kjo që nuk po mund të ecet me reformën e Këshillit Prokurorial? Pse nuk ka mbledhje të ftuara tani nga ana e Këshillit? Unë sinqerisht nuk e kuptoj. Aktualisht jem 5 anëtar të Këshillit, sa nga 7 sa ka Këshilli. Me ligjin e ri ka quorum për me vazhdu tutje, mirë po si duket 2 anëtar, kryeprokurori, ushtruesi i detyrës, si anëtar ex officio dhe një anëtar tjetër, në mënyra të ndryshme po gjen argumentime të ndryshme për të avanu, le të themi kështu, konstituimin e organeve të reja të Këshillit. Çka është qëllimi? Pse? Është vështirë për ta deshifruar ndoshta edhe për shkak kohës shkurt, po duhet më kthy pak në retrospektiv. Nëse flasim për ligje të mira, edhe ligjet që kanë ndodhur nga deklarata e zotimeve. Edhe ligji për Këshillin Prokurorial ka qenë në mesin e atyre ligjeve të cilat më shumë ju kanë nështruar vlerësimit nga ana Komisionit të Venecias, 3 opinionet Komisionit të Venecias, 2 aktgjykime të gjykatës kushtetuese. Dhe pikërisht përfaqësuesit e sistemit prokurorial gjatë kohës kur është diskutuar ky ligj në nivel të qeverisë, kanë shprehur hezitimet e tyre se do të jenë anëtar të jo prokurorë të Këshillit, të cilët mund të jenë pengesë në quorumin, mbarvajtjen e punëve të Këshillit, po që në praktik po del të jetë e kundërta. Janë pikërisht anëtar të prokurorë të cilët po e zvarrisin reformën, po e mbojnë peng reformën, mirë po duke krijuar procese gjyqësore të vazhdueshme dhe duke u thirrur në ato procese gjyqësore refuzojnë ose hezitojnë ta thirrin takimin e Këshillit dhe të ecën me konstituimin e organeve dhe trupave të tjerë. Nuk e di sa do të zgjatë, por pafundësisht nuk mund të shkoj. Shpresojmë shumë që të ecet përpara me këto procese dhe reforma nis në Këshill Prokurorial. Zoti Marmullakaj, në bazë të vlerësimeve të IKD-s, a është problemi tek legjislacioni në Kosovë apo tek zbatimi i tij në praktikë? Sipas ligjit. Sipas vlerësimeve të IKD-s, por edhe nga raporti i Progresit, legjislacioni në përgjithësi në Kosovë është i bazuar në standardet evropiane, po them në përgjithësi në mos madhe, por mungon zbatimi i tina. Dhe shpesh sipas vlerësimeve të IKD-s, shpesh ndryshimet ligjore fillohen, inicohen mu për faktin që për të mbuluar mangësitë në zbatimin e legjislacionit. Ligjet në Kosovë në përgjithësi janë përkrahur nga partnerët zhvillimor, mos madhe nga Bashkimi Evropian dhe gjatë këtij procesi janë harmonizuar ligjet me kriteret e kërkuara evropiane. Por kur ka ardhur çështja të zbatimit i tyre që ka qenë veçanërisht përgjegjësia e institucioneve, atëherë këtu ka çalu sistemi dhe zbatimi i tyre ka mbet nganjëherë vetëm në letër.